Nga 3 euro në 24 orë do të paguajnë familjarët që qëndrojnë pranë pacientëve të shtrirë në klinikat e QKUK-s. Kjo pagesë aplikohet pa përjashtim për të gjithë përcjellësit, përfshirë edhe pensionistët, në rastet kur prania e familjarit konsiderohet e domosdoshme për përkujdesje, si në rastet e pacientëve të moshuar apo atyre në gjendje më të rënduar shëndetësore. Sipas arsyetimit të menaxhmentit, tarifa lidhet me mbulimin e shpenzimeve shtesë që krijohen nga qëndrimi i përcjellësve në hapësirat spitalore, si shfrytëzimi i energjisë elektrike, ujit, mirëmbajtjes dhe shërbimeve higjienike. Megjithatë, për shumë familje kjo shumë edhe pse në dukje e vogël shndrohet në barë të konsiderueshme financiare, kur trajtimi zgjat disa ditë apo javë. Për shembull, një qëndrim 2 javor do të kushtonte 42 euro, ndërsa një muaj i plot 90 euro, pa përfshirë shpenzimet e tjera si transporti apo ushqimi. Në të kaluarën, praktikat kanë ndryshuar varësisht nga vendimet administrative të kohës. Për disa vite qëndrimi i përcjellësve në QKUK ka qenë pa pagesë, sidomos kur bëhej fjalë për raste sociale apo pacientë që kishin nevojë të domosdoshme për përkujdesje. Megjithatë, her pas here janë aplikuar tarifa simbolike ose janë paralajmëruar masa të tilla për shkak të kostove operative dhe fluksit të madh të qytetarëve nga e gjithë Kosova që marrin trajtim në këtë institucion.